Visar Palloshi është zgjedhur kryetari i degës së Tetovës të Partisë Demokratike Shqiptare gjatë kuventit të sotëm që u mbajt në Tetov. Gjatë aktivitetit, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Menduh Thaçi tha se edhe për skaj shumë goditjeve, partia që drejton ai ka arritur të ringrihet dhe të rimëkëmbet dhe të jetë e vetmja forcë që ka mbrojtur çështjen shqiptare. Ai u ndal edhe në situatën politike në vend, ku tha se gjendja momentale është katastrofë. Ne duhet të themi shqiptarëve në Maqedoni që jetojnë se situata do të bëhet katastrofale, jo, është më. Dhe situata politike, situata drejtave, aspekti përparimit shqiptarëve nuk do të shkoj përpara pa u forcu dhe pa u ringrit me shpejtësi Partia Demokratike Shqiptare. Unë besoj se gjithë pajtoheni se 24 vitet e humbura nga një politik totalisht e panevojshme nga Zoti Ahmeti dhe struktura e tij tashmë është e kaluar. Megjithatë, ne sot jemi në një moment ku njerëzit që i shoh për rreth meje që janë zgjedh, 1/3 e njoh. Të tjerët që janë zgjedh struktura drejtuese janë njerëz të ri, kuadra të reja. Besoj se sot bashkërisht të gjithë bashku do të japim edhe një mesazh. Mesazhi është se PD-SHE-ja është shtëpia e gjithë shqiptarëve. PD-SHE-ja i ka dyert e hapura për të inkuadruar gjithë shqiptarët. PD-SHE-ja nuk është partia e Menduh Thaçit, s'është partia e këtyre njerëzve që janë këtu. Është partia e gjithë shqiptarëve të Maqedonisë. Këtu e kanë vendin gjithë shqiptarët që her pas here kanë votu BDI-n apo ndonjë parti tjetër. Këtu e kanë vendin gjithë shqiptarët që her pas here apo herën e fundit e votu në Vlenin. Ne duhet kemi parasysh si PD-SHE se përgjegjës për gjendjen e rëndë shqiptarëve në Maqedoni janë disa njerëz që numri i tyre mund të shkojë deri 3-40, 50 apo 60. Gjatë fjalimit të tij, Thaçi drejtoi akuza edhe ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim dhe koalicionit Vlen.